Po du me ditë për ata që përna shojnë, me që nesër vetëm edhe zyrtarisht hapet panajiri, cilat janë kategoritë e bizneseve që kanë shtante dhe që prezentojnë veprimtarinë e tëne në panajër? Okej, prej prodhimeve të ushqimit, deri tek fluturimet mbi sjellë. Është marrë, domethënë, unë po viçanej. Po, Nila Ramani, domethënë, është e këtyne që ka, domethënë, prodhues të ushqime, prodhues vendor, të cilët, domethënë, japet mundësia gjithmonë të jenë pranë njerëzve, kryesisht kësaj i dedikohet më shumë mërgatës. Pse mërgatës? Sepse ata e kanë muaj ngusht ku të gjithë janë Kosovë. Na për mërgatën s'kena mujt as syt me qelë, më prendrojnë, sepse me vitet e tëra e dina në kohët të vështira e kanë bajt Kosovën, qoftë në mënyrë financiare, qoftë në atë morale, qoftë në atë shpresën që ja u ka jep, dhe kemi sot, domethënë, që kjo Kosovë e lirë, e mirë, në ku Prishtina Malli është destinacioni i të gjithë njerëzve, neve hapëm dyert për ta që kur të vinë për ndonjë shopping, domethënë të kalojnë edhe një pjesë në hapësirat e ekspozimit ku bëhen këto. Laramania e biznesit është ndryshme kur thash pi prodhimi deri në fluturimet, ka agjencione që kanë aranzhmane për jashtë vendit, brenda vendit, si dhe domethënë ndërtimit, fusha domethënë të menaxhimit, të estetikës, ka të mos i përmendi se me harruna e njëri. Po, ka edhe shëndetësore, mos i se atë e harron dikant tani atë po preket atë, kështu që nështë është mirë marrë secili person në Prishtina Mall nga data 3, 4, 5 gusht. Por që do të qëndrojnë shtandet e hapura deri me 18 Po, deri me 17-18, domethënë do të jetë i hapur kështu për të gjithë njerëzit. Kryesisht është fluksi më i madh në këto 3 ditë, sepse në këto 3 ditët e para janë edhe personat përgjegjës të biznesit ku konsultohen, ka investitorë që vijnë, dëshirojnë domethënë për mos xhanu si biznes, për në bëu domethënë ka takime të ndryshme që bëhen në panajër. Po, megjithatë është perfekt.